Prismus. Sot është e detyrueshme dhe një nder për mua që të prezantoj atë ndryshim të vogël, por significativ në emrin e televizionit, ku prej kohësh dhe prej vitesh kam emisionet e mia. TV Kopliku, se televizioni Kopliku është një nga ato të pakta media, jo vetëm në veriun e Shqipërisë, që mban qëndrime jashtëzakonisht të denja, e para për fjalën e lirë, e dyta për mos animin, për balancimin e jashtëzakonshëm politik të tij. Sigurisht aty do t'i gjeni në këtë televizion. Do gjeni edhe mendimin e krahut të djathtë, po dhe atë të majt, por mendimin specifik të një shoqërie e cila me vrullin e saj, me ndryshimet e saj, i parashtron jo vetëm krahut, por njëkohësisht edhe pavarësinë dhe varësinë njëkohësisht. Nuk ka njerëz që t'jenë krejtësisht pavarur. Këto janë marrëzira, të cilat sigurisht përdoren në demokraci si prallat për fëmijët e vegjël për t'i zëngjumi. Të gjithë e kanë një anësi, po të ruajnë etikën përmbi animin është një element shumë i domosdoshëm dhe njëkohësisht mos shtrëmbrimin, mos deformimin, jo vetëm të informacionit, por edhe të mendimit. Dhe këtë punë televizioni Kopliku me drejtuesit e saj ka prej vitesh që e bën. Dhe normalisht nuk kam gjetur një bashkëpunim të shkëlqyer, janë tashmë qindra emisionet që përpara se me administratorët e ri, me ata që ishin të dikushmit pronar, kisha si bashkëpunim. Si me zotin Zenel, po tash edhe me djemtë e tij, fantastik. Një televizion i cili vazhdon modernitetin. Ndryshimi i emrit nuk ka të bëjë me mohimin e trashëgimisë. Këtë po ja garantoj unë. Gjithmonë ky televizion do të jetë garant, lajmësiellës, i kujdesshëm për malësinë e madhe për qytetin e Koplikut dhe të gjithë zonën atje. Por sigurisht në kohën e sotme, këtë trashëgimi fantastike televizionit Kopliku do ta përçojmë në rrjetet e jashtëzakonshme sociale dhe në modernitetin që ka sot. Inteligjenca artificiale dhe shpërndarja, difuzioni i madh për botë. Dhe në këtë pikë duhet që edhe televizioni Kopliku ta kishte një veprim të tillë, të vogël, por me trashëgimi të shkëlqyer nga televizioni Kopliku. Atyre që me të vërtet kanë një lloj ngërçi, por pse u ndrua emri nuk u ndrua për të kaluar në një gjendje jo respekti, përkundazi për të respektuar në mënyrë të shkëlqyer atë trashëgimi, po për të futur në botën e sotme, mos mbetur mbrapa në botën e sotme të televizioneve, mediave të cilat konkurrohen jashtëzakonisht shumë nga rrjetet dhe nga difuzioni i shkëlqyer i tyre, por që shpeshherë bëhet edhe pengesë edhe me mediat e rëndësishme, televizionet e rëndësishme. Në këtë pikë, respektit më të madh televizionit Kopliku, emri i cili mbetet dhe do të mbetet vazhdimisht në këtë televizion, trashëgimi i shkëlqyer, por tashmë me On TV, On televizion, do të shkojë akoma më lart, akoma më tepër në hapësirë, akoma më tepër në përbot. Ky televizion shikohet njëkohësisht tash në gjithë kontinentet ku janë shqiptarët. Ai përfaqëson jo vetëm Malësinë e Madhe dhe Koplikun, përfaqëson Shkodrën, Qarkun, përfaqëson edhe gjithë Shqipërinë, shihet në gjithë Shqipërinë. Në këtë pikë asgjë nuk ka ndodhur, ajo trashëgimi e madhe e televizionit Kopliku, bashkë me këtë luftë të jashtëzakonshme që bëhet për përhapje, për lajm dhe për njëkohësisht garë të shfrenuar të rrjeteve dhe normalisht punës madhe që duhet ta përballosh këtë lloj gare, bën vetën duke pasur edhe një emër të ri, një emër e cili përfaqëson trashëgiminë, po kërkon që të marrë edhe tren modernitetin.
Shumë suksese televizioni Koplikut, shumë suksese me emrin e ri On Televizion, On TV. Miqtë mi, tash fillojmë Prizmus. Miqtë On Televizion, miqtë On TV, miqtë televizionit Kopliku. Këtë ditë ka pas ngjarje të cilat sigurisht kishin bënin me ankesën që kryetari i bashkisë i Tiranës, Erion Velia, e bëri në kushtetuese. Atë e shkarkuan Këshilli Bashkiak dhe pastaj Këshilli i Ministrave, por sigurisht e shkarkuan edhe përhap dhe data e zgjedhjeve të reja që funksionon për 5 bashkitë e tjera, por nuk funksionon për Tiranën, sepse e bllokoi gjykata kushtetuese me të drejtë. Gjykata kushtetuese 5-3 vendosi që me të vërtet Erion Velia të vazhdoj të jetë kryetari i bashkisë, pavarësisht se është në paraburgim. Dhe normalisht kjo nuk është se nuk dijej nga ata që sigurisht bën edhe zgjedhjet edhe shkarkimet edhe zgjedhjet e reja, dijeshin që gjykata kushtetuese ka prioritetet dhe prerogativat e veta, presidenti ka prioritetet dhe prerogativat e veta dhe kryeministri, Këshilli i Ministrave ka prerogativat e veta. Të gjithë janë brenda ligjit, por në fund kret vendos gjykata kushtetuese se kush është ligji dhe ku është ndjekur me të vërtetë aty si duhet. Dhe normalisht u pranua që nuk mundet të zëvendësohet dhe të shkarkohet në këtë lloj mënyre një kryetar bashkie në detyrë i padënuar që është Erion Velia. Dhe kjo gjë dihesh tashmë. Dhe me sa duket ai do ta vazhdojë siç e kam lajmëruar edhe herë tjetër deri në Strasburg. Pyetjet e më të tepërta tash dhe të shumta janë ore çfarë do të bëhet me paraburgimin e tij, po kjo është një luftë tjetër. Ky vendim nuk kishte të bënte me këtë, paralajmëron edhe një luftë tjetër, e cila sigurisht është duhet të jetë në burg, në paraburgim. Në anën tjetër është e sigurt që dëmtohet Tirana shumë, deri në 2027 pa kryetarin e bashkisë. Dëmtohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe midis këtyre dy kërkesave, prerogativa të jashtëzakonshme, ajo që duhet të mbrojmë ne edhe këtu tash unë jam me gjykatën kushtetuese me ata të 5 që kanë vendosur që ai është kryetari i bashkisë, pikërisht ligji. Sepse sigurisht për mua Erion Velia duhet vepronte ai dhe kryeministri, me që janë edhe një parti, me marrëveshje. Përndryshe kur s'kishte marrëveshje, kjo do të kishte ndodhur edhe është e drejtë që të ndodhte. Në anën tjetër është e drejtë që të kërkohet që ore kur ju vazhdoni ta marrin burg, kush do ta komandojë Tiranën? Është qyteti më i rëndësishëm i joni, është fuqia më e madhe ekonomike, do të shkoj mbahet me shumë zor kur mungon kryetari i bashkisë, kur ai është në paraburgim. Dhe sigurisht kjo pastaj është drejtësisht në paraburgim apo nuk është drejtësisht. Dhe kjo është në vete, është një sistem i cili sigurisht fut në ingranazhet e drejtësisë, të cilat të gjitha duhen pasur parasysh dhe të gjitha duhen zbatuar. Nuk mundesh që të kalosh politikisht mbi ligjin, këtë duhet ta mësojnë. E normalisht sot, ndërhyrja sot me Edi Ramës këtë të bënte me ironinë e tij që në këtë rast domethënë nuk vlen kaq shumë kjo lloj ironie. Ne e kuptojmë tash që ke dashur ta zëvendësosh. Por tash keni parasysh edhe këtë. Ligji s'ka parasysh se është boshllëk ligjor. Këta duhet ta dinin që në fillim këta të zgjuarit e kuvendit që mund ta shkarkojë kryeministri, por kur e kap në shkeljet e rënda dhe nëse nuk e ke shkarkuar në shkeljet e rënda, atëherë sigurisht zbatimi i ligjit është kjo përgjigje. Në anën tjetër, ka boshllëk ligjor, nuk e ka në mënyrë eksplicite ç'ndodh kur një kryetar bashkie akuzohet është në paraburgim. Çfarë ndodh? Duhet ta kishin parashikuar. Nuk mund ta kalonin me nene të tjera të cilët nuk i takojnë. Që thot për shkeljet rënda çfarë? Nëse duhet ta shkarkojë Këshilli i Ministrave që e ka kompetencë. Kjo pastaj bëhet jashtëzakonisht e keqe, sepse Këshilli i Ministrave nuk mund ta shkarkojë ka asnjë kryetar tjetër bashkie. Nëse gjykata kushtetuese nuk e shef të arsyeshme. Pra, duhet një ligj i cili të kopsitet më mirë se çka kanë kopsitur, mos ta lejnë kaq evaziv. Dhe këtë e din ata, e di edhe gjykata kushtetuese, gjykata e lartë që e ka kaluar, bile ka edhe një pjesë gjykata administrative që merret me shkeljet administrative. Dhe normalisht që e di edhe Këshilli i Ministrave dhe kryeministri kushdo qoftë ai, si tjetër Edi Rama, si tjetër na kush tjetër. Normalisht fjalët e Edi Ramës janë, shiko se unë nuk e pas kam dorë gjykatën kushtetuese dhe kjo është një e mirë. Normalisht që është e mirë. Normalisht që është e mirë, sepse pushteti gjithmonë mund të shkelë ligjin, ose mund të veprojë mbi ligjin, ose edhe nën ligjin, ose duke mos e pasur parasysh shumë ligjin. Sepse ka kërkesat imediate, siç ishte rastin fjalë ishte
ka mbetur kryetari i bashkisë në Burg dhe sigurisht bashkia drejtohet nga njerëz që nuk din gjejnë ekuilibrat e tyre, që është një problem i madh. Ai është kryetari i bashkisë dhe keni parasysh se është kryetar bashkie i zgjedhur me 160.000 vota apo 140.000. Nëse një shifër prapë e madhe, sikur të jetë 140.000, 160.000. Nuk ka deputet që del me 140.000, 160.000. Për mua është njeriu i tretë i votuar në Shqipëri mas Edi Ramës, Sali Berishës edhe Shterion Veliaj. Normalisht që nuk i ka 800.000 votat e socialistëve vetë Edi Rama, po ai e ka shumicën, për atë kanë votuar, po ashtu edhe Sali Berisha, ai që është votuar më tepër dhe me vota të plota është Shterion Veliaj. Ndërkohë është në paraburgim, ndërkohë Tirana mbetet pa asgjë. Ndërkohë shkarkojnë këta, duke mos marrë parasysh se është antiligjore, dhe normalisht pastaj e keqja politike është mos administrimi i Tiranës, që deri në 2027 ka problem për të bërë. Nëse do të ketë betejë tjetër, ndoshta betejë tjetër mund ta nxjerrë nga Burgu Erion Velin, ndoshta mund të ndodhë edhe kjo. Por kësaj duhet patjetër që t'i shkohet mbrapa, dal nga dal, në aspektin ligjor, dhe ju e dini që drejtësia kene mirë se vënon, po edhe nuk nxitohet shumë. Tjetra që desha të trajtoj ishte problemi i Belinda Ballukut, që tash bisedohet, shkojnë në SPAK. Dhe Sali Berishës që merret normalisht me gjithë punët e tjerëve, duke i bërë më keq vetët. Flitte për tunelin, po shikoja që flitte për tunelin në Llogaras. E thotë është tendi i dytë, për tregonte, shikonte atje në monitor, tenderi këtu, u bën këtë, u bën dhe ka harruar që ka ndërtuar, ka hapur tunelin e Thirrës pa tender fare, duke shtuar mbi 100 milion të tjera, duke mos e mbaruar kurrë, edhe duke u grabitur në mënyrë të jashtëzakonshme. E keqja e madhe e kësaj pune nuk është se po vjedh Balluku edhe Edi Rama si akuzë. E keqja e madhe kush e bën këtë akuzë. Është një super hajdut, është më hajdut se këta të dy, që akoma si kemi vërtetuar. Ati është vërtetuar hajnia, ati edhe Lulxhi Basha si ministri i transporteve. Ja, është vjedhur në mënyrë të jashtëzakonshme, pa projekt fare, pa tender fare, dhe merrin amerikanët. Mirë se bësh pa tender, mirë se vjedhesh në mënyrë të jashtëzakonshme, po këta që i kanë vjedhur, kanë abuzuar në mënyrë të jashtëzakonshme, ju bëjnë akuzë këtyre që SPAK-ut kanë një tender, kanë bërë një tender. Ata as tender jo. Kush e bën akuzën në mënyrë të jashtëzakonshme? E për më tepër para 2 ditësh do t'i mbuloj këto, thotë, çohuni popullit, si budalliqet e Sali Berishës, sa më tepër ti thotë çohuni popullit, aq më tepër Selviz mbyllën vendet popullit për të, se e din që ç'çohesh, për këtë do të çohesh për një mumje i cili mban pushtet Edi Ramën, dhe jo Edi Ramën, po cili ndo që t'jetë përballë do ta marrin pushtet. Jo Edi Ramën, cili ndo përballë. Mor këtë do që t'jetë përballë, ke Partia Socialiste do rrin pushtet sepse një anë është Sali Berisha. E shohin dhe kryen puna, është e mbyllur si diskurs. Një hajn që akuzon tjerët për hajna, një kriminal që tjerët nuk janë kriminalë, as kanë vrarë njerëz. E sigurisht kjo vjen mas akuzës për 21 janari, cilët prapja la Edi Ramës. I ka vrarë vetë, thotë jo, garda është treguar mirë. Ka vrarë njerëz skot aty në bulevard, ky është, po i është hapur tash, i ka ikur mendja, sepse e di që në fund ketë burgun e plot do ta ketë nëpërmjet 21 janarit. Nuk do ta ketë nëpërmjet klubit Partizani edhe këtyre hajdutërive me dhënëre me vajzë. Jo, do shkoj për vrasje. Edhe njëkohësisht për harxhimet e parave me Laçivitën. 1.6 milion dollar të harxuar për Laçivitën. Dhe ka ftyrë del para njerëzve t'i bëj të tjerët hajdut, edhe t'i bëj të tjerët pa moralshëm. Imagjinoni tash çfarë deregjeje, çfarë tmerrit i jashtëzakonshëm është. Të duket pastaj Ballukja, e gjithë to që ankohen, nuk e di, po kërkonin 5 vjet për një tenderist vogël drejtor. I thotë unë s'kisha drejt për firma. Drejtësia në një anë me kompleksitetet e saj, drejtorët e qeveria në anën tjetër, opozita përfaqet zezë me Sali Berishën në anën tjetër. Kjo është gjithë tollovia e çmendur e një vendi i cili normalisht pastaj kështu konsiderohet në rrugën e demokracisë. Demokracia i nxjerr kështu gjëra, se në diktaturë nuk kuptohen këto gjëra. Të gjitha këto që po them unë duhet mbyllen me besim ke demokracia. Pavarësisht se jemi të pakënaqur, po vetëm demokracia i nxjerr kështu. Diktatura, as kërkush nuk mundet të bëj numra, sepse ti presin veshët.
Në demokraci po, mundet dali Sali Berisha dhe të akuzoj aty. Duke qenë hajnë vetë, gangster vetë, të tjerët për hajna dhe për gangstera. Duke qenë vetë ai i pari, edhe shumë ma keq se këta që janë sot, se sot ka më kontrol, atëre s'kishte hiq, kjo ndodh vetëm demokraci. Që të akuzohen ministra, që të shkojnë zëvendës ministra, që të merren të pandehur, që të jetë një kryetar bashkie, këto ndodhin në demokraci. Nuk ndodhin dhe në tjera, pastaj i vret diktatura. Ajo i vret, dakord, në rregull, po i vret pa gjyqe ose me gjyqe fars. Në demokraci ka element tillë që gjykata kushtetuese dorëzon qeverinë. Dakord, dhe kjo është ajo që duhet të mbajë shpresë. A është keq, a është mirë? Sigurisht, në rrugë, ne nuk jemi në demokraci, jemi në rrugë drejt demokracisë. Por ajo që na pengon ne, se fati keq i madh i joni që mund të smuret për 13 vjet, për 12 vjet, për 4 mandate, majoranca, pozita, po se smuret dhe është për faqe të zezë, është e pashërueshme dhe pashërim edhe opozita, kjo pastaj e bën tragjike. Dhe kjo sajti i njeriut, që ju e dini se si e ka emrin, që del për ditë në konferencë shtypi, thot japin gjithë mediat dhe thot i ka kapur mediat Ramaduro. Të gjitha mediat japin Sali Berishën, ai del në orë çast, thot konferencë shtypi, në fakt nuk bën konferencë shtypi, po del e bam vet, as ka pyetje edhe gazetarët që doli kë, s'kemi çat merremi, s'kemi as lajm, merremi kët. Dhe thot, është regjimi Ramaduros. Imagjino me dalë në regjimin Ramaduros në konferencë shtypi ai opozitës. 2 vetë të opozitës i ka vrarë deri tani Ramaduro. 1000 vetë i kanë burgje, 1500 vetë, më fal, se hangra 500. Dhe një 150-300 vetë i ka të vdekur si opozitar. Ky i thot Ramaduro, këtij, kupton se ky e lën bën çat dëne, bile e pasuron, bile do bëjmë nesër marrëveshje edhe për kod zgjedhor edhe për kod për fushat për administrative, domethënë për ndarjen administrative edhe një herë të pushtetit vendor. Të gjitha marrëveshjet i bën me Ramaduro dhe pastaj thot Ramaduro. Sigurisht këto fjalime ai i mban për gjithë militantizmin dhe gjithë majmunatin e tij, jo për tjerë, sepse ata kuptojnë se çfarë drejgjën është duke thënë, por kjo është demokracia. Demokracia ka dhe majmun sipër në pushtete, i lejon, ka vota. Ai majmuni del me vota, normalisht duke qenë se del me vota, ka drejtën e tij të thotë çfarë dojë, si dojë. Ashtu si patën drejt edhe majmunët e dikushëm që sollën edhe ata demokracinë. Dhe thamë që e sollëm ne. Në të vërtetë ishin majmunët e dieshëm që rrëzuan sistemin e tyre për të ndërtuar një sistem po prap të tyre, po që kishte emra të tjerë, kishte fytyra të tjera, ndoshta edhe më të ndryta se vetë ata. Dakord, miqtë mi?